Këtë korik në mjediset e Galerisë Art Saranda është çelur ekspozita e titulluar Koleksion. Janë veprat më të mira ndër vite që kanë prezantuar piktorë të kolonive të ndryshme me motive nga Saranda, që do t'i shijojnë turistët gjatë këtij muaji. Koleksion titullohet ekspozita që zëvend këtë korik në mjediset e Galerisë Art Saranda. Kjo ekspozitë është oferta me veçantë që u bëhet artdashësve dhe vizitorëve, turistëve të shumtë, ndërsa sezoni shënon flukse në rritje në këtë muaj në këtë destinacion ndër më të preferuarit në jugun shqiptar. Përgjegjësi i kësaj galerie, piktori Lefter Çeko thotë se është një ekspozitë me koleksionin e veprave më të mira ndër vite që kanë prezantuar piktorë të kolonive të ndryshme me motive nga Saranda. Me koleksionin e veprave më të mira ndër vite nga piktorët e kolonive të ndryshme që kanë marrë pjesë në Sarandë në drejtimin e Galerisë Art Saranda, nga Shqipëria dhe nga shumë shtetet e botës. Duke zgjedhur një cikël punimesh nga më të mirat të motiveve të Sarandës, vizitorët ndihen me kënaqësi që shohin artistët nga vende të ndryshme, jo vetëm nga Shqipëria, nga shtetet fqinj, po edhe nga shtetet e Europës, Amerika, Azia, deri në Indinë e Largët dhe Kinën. Galeria Art Saranda e ka bërë regjim pune që çdo muaj promovon një ekspozitë re me autorë që plotësojnë kritere rigoroze artistike. Kujdesi i veçantë po bëhet sipas piktorit Çeko që veprat më të mira të autorëve të afirmuar nga mbar hapësira shqiptare dhe nga diaspora të vinë sidomos në këta muaj të sezonit të lartë turistik për të vijuar edhe në muajt e vjeshtës e deri në mbyllje të vitit artistik. Pas kësaj ekspozite, ka fundi korikut dhe muajin gusht, na vjen skulptori Agron Ushiti. Ai do të ketë ekspozitën me skulptura që ai veçohet për plastikën e tij në veprat e artit dhe të realizuara një pjesë e tyre në keramik. Një rrugëtim që ka nisur ai që në liceun që nga Fieri, me veprat e para, me veprat në Itali, në Norvegji dhe kohët e fundit në Korfuz. Do jetë ekspozita e parë që bëhet me këtë lloj skulpture. Në shtator do të kemi një ekspozitë tjetër, që edhe ajo do të jetë e veçantë. Çeko tregon se gjithë veprimtaria artistike vjetore është e mirë programuar, qysh në nisje të vitit. Kjo e bën Galerinë Art Saranda një institucion dhe aset arti mjaft tërheqës dhe me vizitueshmëri të qëndrueshme gjatë gjithë vitit, duke siguruar frekuentim nga vizitorë cilësor, veçanërisht në muajt e sezonit të verës.